Vuani nga tensioni i lartë, këto ushqime do ju befasojnë me efektin që kanë. Karrotat janë të mbushura me kalium. Ky mineral ul tensionin e enët e gjakut dhe zbut ndikimin negativ të sodiumit. Karrota gjithashtu ul edhe rrezikun e arteriosklerozës dhe të ishemisë. Panxari, sipas të dhënave, antioksidantët e panxarit ulin tensionin e gjakut dhe gjithashtu nivelin e lartë të kolesterolit. Vitamina B nga ana tjetër ndihmojnë në funksionimin e mirë të nervave. Spinaci, kjo barishte është e pasur edhe me kalium dhe lutein. Kjo e fundit parandalon trashjen e mureve të brendshme të enëve të gjakut dhe ul rrezikun e atakut në zemër. Spinaci është i pasur edhe me magnez dhe folat, të cilat ndihmojnë në mbajtjen nën kontroll të tensionit të lartë të gjakut. Repka është e pasur me kalium dhe ky mineral ndihmon po ashtu në mbajtjen nën kontroll të tensionit.